Ministrja e Jashtme Elisa Spiropali e ka cilësuar si nder, por edhe përgjegjësi shtetërore, ftesën e presidentit amerikan Donald Trump që Shqipëria të jetë antare themeluese e Bordit të Paqes për Gazën. Në fjalën e saj në kuvent, Spiropali u shpreh se Shqipëria ka treguar se është partner strategjik i SBA-ve. Ajo shtoi gjithashtu se antarësimi i Shqipërisë në Bordin e Paqes nuk sjell kosto për vendin apo cënim të sovranitetit. Pak ditë më parë, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump i ka drejtuar kryeministrit Edi Rama një ftesë që nuk është e zakonshme. Jo për të marrë pjesë formalisht, po për të qenë e ftuar përtej simbolikës. Nuk është çështje partie, nuk është çështje maxorance apo opozite. Kjo është çështje e shtetit shqiptar dhe mënyrës se si ne kuptojmë veten dhe rolin tonë në botë. Shqipëria e pranon këtë ftesë jo si privilegj simbolik, por si një zgjedhje të vetëdijshme për të marrë përgjegjësi shtetërore në ndërtimin e paqes. Ne nuk largohemi nga Europa, po sillemi si një vend evropian që kupton realitetin e ri të botës dhe merr përgjegjësi në të. Republika e Kosovës ka marrë dhe ka pranuar dje ftesën për t'u bashkuar kësaj nisme. Kjo nuk është rastësi dhe shumë mirë e ka nënshkruar sot. Shqipëria dhe Kosova janë dy shtete sovrane me rrugë të ndryshme, por me të njëjtin orientim strategjik. Përfshirja e Shqipërisë në Bordin e Paqes nuk sjell angazhime të fsheta, nuk sjell kosto të papërballueshme, nuk cënon në asnjë mënyrë sovranitetin e vendit. Përkundrazi, statusi antares themeluese do të thotë zë i barabartë dhe rol në drejtimin strategjik të këtij mekanizmi. Prandaj ky nuk është thjesht një nder, është një përgjegjësi shtetërore. Ndër të tjera, Ministrja e Jashtme theksoi se Shqipëria ka marrëdhënie të drejtpërtrejta edhe me vendet kyçe të lindjes së mesme, Izraelin apo vendet e botës arabe, dhe kjo sipas Spiropalit është arsyeja pse Shqipëria nuk është vetëm pjesëmarrëse, por edhe antare themeluese.